Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj procesit gjyqësor që po zhvillohet në Hag ndaj ish-krerëve të UÇK-s, duke e cilësuar atë si një padrejtësi historike dhe një njollë për drejtësinë ndërkombëtare. Në një reagim në Facebook, Rama tha se është e tmerrshme që shpëtimtarët e Kosovës duhet të dalin para një gjykate për të dëshmuar se lufta për liri nuk është krim. Mëtej, kryeministri shtoi se procesi në Hag është një turp për drejtësinë ndërkombëtare dhe një padrejtësi ulëritse ndaj figurave që udhëhoqën luftën për liri. Në postimin e tij, kreu i qeverisë shkruan se është e tmerrshme të mendosh se shpëtimtarët në një kohë kur vetë ekzistenca e Kosovës ishte në tehun e thikës së gjatë të padrejtësisë historike ndaj shqiptarëve, duhet të paraqiten para një gjykate të dalë krejt nga shqinat, mbi të cilat u ngrit për të dëshmuar se lufta për liri nuk është krim, se rebelimi ndaj një diktature nacional-socialiste nuk është faj, se shteti i ri e sovran i Kosovës nuk ka dalë nga barku i një ndërmarrje kriminale, po nga gjaku i një ushtrie çlirimtare. Ndër të tjera, Rama theksoi se është turp për drejtësinë ndërkombëtare, edhe mëzi për shqipsharësit digital, tifoz të verbuar prej budallakisë kinse patriotike, që edhe mbrapa hekurave të kësaj padrejtësi ulëritse e shohin dhe trajtojnë Hashim Thaqin si armik politik, duke uruar të mos dalë më kurrë prej aty. Ndërkohë shton se prej atyre duhet harruar nami e nishani e asaj gjykate i ketë mbetur vetëm njolla e turpit të historisë. Emri Hashim Thaqit do të mbetet gjithnjë si emri i njeriu që u bë njësh me fatin, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.